Mëngjeset e Berat Hasanajt janë shumë të hershme. Alarmi i telefonit i tregon atij se punët po e presin. Berati nuk humbet kohë. Nis përgatitjet e mëngjesit për ta nisur ditën e re me plot angazhime. Shtëpia e prindërve në paralagjen e Istogut është edhe vendi i punës për të. Në Istog, tashmë ka marrë nofkën e djalit të sheqerave, edhe këtë punë ai e bën me pasion. Kjo maqina e cilën sapo e dhezëm, kjo i nevojitet kjo letra, apo unë e quaj rollne, është një shtresë naylon, që cilën e bën me rujt cilësinë e sheqerit mrena. Pas kësaj rollne, këtu na i rrim gati edhe e mushim me sheqer këtu. Pastaj ke gjatë procesit e shikojmë se si shika kop, a është kop në mënyrë mirë. Ka mundësi që e lena një qelë, po i rri gati ndërkohë. Për më pak se një vit, Berati ka arritur që të shtrihej rrjetin e furnizimit me paketime sheqeri në shumë biznese të Istogut me rrethin. Është preciziteti në punë dhe përkushtimi ajo që e bën atë të besueshëm te bizneset. Kështu në fillim, ai kishte në kontratë vetëm 2 biznese. Edhe tani, numri i tyre është shumë fishuar. Alo? Po? Po. Sa cop? Okej. Për gjysore, ti vi 5 pak. Por si nisi e gjitha, nga i erdhi ideja për këtë lloj biznesi. Ideja ka lind, ishim duke pi kafe me një djalë tagjes, edhe në tavolinë aty më tha, pse s'pe provon me me paketu qëtë produkt, sheqerin e macchiatos, kafes, edhe qajt. Edhe unë më thash, me një buzëqesh i thash, po si di që shionë këto procedura, po pse jo? Edhe thjesht për aty të në kom fillu pas trajnime që isha në për ndikos që kishim përkar nga Bashkimi Evropian, edhe aty taman mu përshtat ke mu ose me përpull ke kjo ide cilën na vetëm sa bisedu me djalin e Hoxhës, edhe i thash qështu jam duke bërë një trajnim për një fillim për një biznes të vogël ose mini biznes. Edhe ata kemi gjetë mbështetjet e ata. Në projekt e kom cek biznes familjar. Sepse unë kam nevojë për përkrahjen e familjes. Prindrit janë ata që ndihmojnë Beratin në përfundimin e paketimeve. Pasi procesi i paketimit dhe prodhimit të tyre përfundon, Berati ngarkon gjithë sasinë e porositur edhe nis shpërndarjen e tyre në kafenet e restoranet e Istogut. Në rrugtimin e tij është dikush që shoqëron gjithmonë, muzika e Sabri Feyzullaut. Edhe shpesh, larg njerëzve dhe kamerës, ai këndon bashkë me të. Kjo është puna ime cilën unë e bëj çdo ditë, e bëj me vullnet. Nuk pritoj si qunën me mëngjes. Tash e kom bërë si hobi këtë punë. Kam punë me bizneset ndryshme, jam i kënaqur. Më presin mirë, kam mirë kuptim të ta. Kom gjetë vetën si në rrethin e familjes ose në rrethin e ngushtë.
Tani, jeta e tij ka ndryshuar fal punës që ka, por nuk ishte gjithmonë kështu. Ndonse ka përfunduar studimet juridike, Berati deri vonë ishte i papunë. Duke qenë person me aftësi të kufizuara, nuk e kishte dashur të lehtë gjetjen e një vendi pune. Disa herë ai kishte konkuruar me diplomën e juristit, por përveç një praktike në komunën e Istogut, asnjëherë nuk arriti të gjente punë në profesionin e tij. Por Berati nuk u dorëzua. Përmes zyrës së hendikosit në komunën e Pejës, ndoqi trajnimet e nevojshme edhe konkuroi në projektin STEP, duke propozuar që të mbështetej në prodhimin e paketimeve të sheqerit. Berat Hasanaj është vetëm një nga të vetëpunësuarit përmes këtij projekti në rajonin e Dugagjinit. STEP nënkupton përfshirjen sociale përmes punësimit e personave me aftësi të kufizuara edhe është financuar nga zyra e Komisionit Evropian në Prishtinë, derisa implementohet nga Hendikos, Qendra Kosovare për Vetëpërkraje dhe Caritas Kosova. Ngjashëm si Berati dhe Xufe Musa dhe Fas Shale nga Klina tashmë kanë një biznes të tyrin që krijojnë të ardhura. Ato kanë zgjedhur gatimin e ushqimeve tradicionale në projektin e tyre. Edhe kështu të ndihmuara nga STEP prej disa muajsh, pasionin për kuzhinën e kanë kthyer në punë. Shija shtëpis. Po. 2 baklava. Shija shtëpisë është emërtuar dyqani i gatimeve, ndërsa telefoni, veçmas në ditë festash, nuk ka të ndalur. Faza nuk është person që flet shumë. Me shumë qetësi e dedikim, shtrim petet e baklavas. Kërkesat për këtë ëmbëlsirë tradicionale ishin të mëdha në ditën që ne vizituam biznesin e tyre. Edhe puna për përgatitjen e tyre kërkon kohë për kushtim. Nuk i kam pas as pak vështirë, por kam përgatitur edhe për fëmijën e mi, do të thonë për shtëpi. Gjithashtu edhe kemi pas ide me kolegën time Zufën që ta hapin një ushqim tradicional. Për fazën, gatimi është shumë i lehtë, kjo nga se e bën me pasion. Recetat e moqme janë kujtime të fëmijërisë. Baklava në ditë festash edhe flija në vikende janë recetat më të kërkuara. Xufa nga ana tjetër përveç gatimit, merret edhe me menaxhimin e lokalit dhe punëtorëve. Mundësia që i është dhënë për të punuar i ka ndryshuar asaj gjithë jetën. Që 4 muaj kemi fillu, jemi vete 4 punëtore, unë edhe kjo kolegja Faza, mirë puna është hec biznesi, njëherë për njëherë, kemi me porosi. E gjitha nisi në një nga takimet e qendrës për vetëpërkraje në Klinë, duke diskutuar me gratë të tjera për mundësitë e gjetjes së të hyrave financiare dhe angazhimit, Xufa dhe Faza propozuan idenë e gatimit. Tani jeta e Xufës dhe Fazës ka ndryshuar shumë. Nga një nënë anvise dhe një vajzë pa punësuar, ato tashmë drejtojnë biznesin e tyre dhe janë të njohura për gatimet në komunën e tyre. Kosova ka numër të lartë të personave me aftësi të kufizuara që mund të angazhohen në tregun e punës dhe në ekonominë e vendit. Kjo kategori është diskriminuar sa i përket punësimit, përkundër që ligjet parashojnë që në çdo 15 persona të punësuar të jetë një person me aftësi të kufizuara. Në rajonin e Dugagjinit janë rreth 3000 persona me aftësi të kufizuara. Gjeografikisht, ky rajon ka numrin më të lartë të këtij komuniteti të punësuar në sektorin e saj privat. Nga 24 të punësuar, 14 prej tyre janë në sektorin privat të Pejës, 3 persona në sektorin privat të Deçanit, 3 persona në Klinë, 2 në sektorin privat të Gjakovës dhe 2 të tjerë në atë të Istogut. Përveç mbështetjes së Hendikosit në projektet e saja, komuna Pejës si më e madhja në rajonin e Dugagjinit prej kohësh ka punësuar persona me aftësi të kufizuar.
derisa ka angazhuar mendimin e tyre edhe në planet strategjike të kësaj komune. Po është viti 3 që na ndikosin e ndihmojnë për punësim 3 personave që punojnë në zyret e ndikosit. Kemi punësu në komunë 3 persona që kryjnë detyrat e tyre të përditshme dhe Drejtoria për Integrime Evropiane mban takime të rregullta me shoqatat e tyre për me mujt me i evidentu nevojat e tyre dhe me i plasu ose me i zbatu jetën praktik. Personat me aftësi të kufizuara kanë barriera të shumta në jetë, duke nisur nga shkollimi dhe për të vazhduar deri te punësimi i tyre. Për kraja institucionale dhe përfshirja në tregun e punës, përveç aspektit ekonomik, ndihmon shumë edhe në socializimin e tyre, rrjedhimisht edhe në përmirësimin e gjendjes psikofizike. Për Alessandro Kadurin nga Caritas Kosova, partner implementues i projektit STEP, përfshirja personave me aftësi të kufizuar në tregun e punës fuqizon edhe më shumë të drejtat e tyre humane dhe civile, gjithmonë duke ngritur nivelin e bashkëpunimit në mes të institucioneve lokale dhe sektorit privat, edhe duke ngritur vetdijen e njerëzve për gjendjen e këtij komuniteti edhe mundësitë që ata kanë. Penso sia molto importante che non solo le istituzioni ma in generale anche le ONG e quindi la società civile e le organizzazioni della società civile investano nello sviluppo di politiche attive, sia soprattutto nel lavoro e soprattutto per i disabili, che in Kosovo sappiamo, come in molti paesi in realtà sono la fascia vulnerabile più emarginata. E quindi ci vorrebbe molto più impegno e molti più progetti come questo, che anche se hanno un grosso impatto magari sulla persona e sulla famiglia o sulle piccole comunità, l'impatto però si disperde nel momento in cui la zona si amplia, quindi ci vorrebbero molte più iniziative in questo senso. Por sipas tij, STEP dhe projekte të ngjashme në vend dhe jashtë asaj kanë treguar se duke angazhuar gjërat mund të ndryshojnë. Se penso per esempio io sono italiano, quindi se penso ad esempio alla Costituzione italiana, l'articolo primo della Costituzione italiana dice che una repubblica è fondata sul lavoro. L'aspetto del lavoro per noi italiani è fondamentale, ma come penso sia fondamentale per qualsiasi popolo, perché senza il lavoro non si può essere autonomi, non si può essere indipendenti, non si può essere liberi. Nel momento in cui si è dipendenti o si è dipendenti dallo Stato, si è dipendenti come dire dalla famiglia o dai familiari che sono all'estero eccetera, non si può essere liberi. Konventi organizatës së Kombëve të Bashkuara mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara thekson të drejtën për të siguruar jetesën, duke bërë një punë të zgjedhur me vullnet të lirë në një treg pune dhe mjedis të punës që është i hapur, gjithëpërfshirës dhe i arritshëm për personat me aftësi të kufizuara. Me gjithë përpjekjet e institucioneve përkatëse, ky komunitet vazhdon të neglizhohet karshi mundësive për punësim. Ndonse në shumë raste, mund ta kenë kualifikimin e nevojshëm, apo edhe përvojën, personat me aftësi të kufizuar hezitojnë që të hyjnë në garë për një vend pune. Përkundër vështirësive në praktik, Ibrahim Hasan Metaj nga Strelci i Deçanit nuk hezitoi që të kërkojë mundësinë për të punuar. Ai tashmë drejton autolarjen Dioni, duke siguruar kështu ekzistencën për vete edhe duke i ndihmuar edhe familjes. Ibrahimi është i përkushtuar në punë, nuk flet shumë, derisa i kushton shumë kohë detajeve. Tash punoj shumë, tash këtu bila angazhona pak këtu të një më këtyve, se atër jo. Kum najtë ma shumë në shpe, edhe shkolle. Tani kur shumë çka ka ndryshuar në përditshmërinë e tij, si një djalë beqar, ai vazhdon të jetë tolerant vetëm për vajzat që vizitojnë autolarin e tij, e në këso rastesh, ai shpesh nuk i detyron të paguajnë. Ka e po, ka jo.
Qindra metra si për këtij biznesi, po në Strelc është punësuar edhe Sokol Zukaj. Prej disa muajsh, ajo është bashkuar ekipit të Goni Plast për prodhimin e dritarëve. Sokoli është i shpejt në lëvizje, në punë dhe në komunikim. Unë e marrë të dorë, e që të dorë, e më përke të dorë, e më nërë të dorë, të dorë, të tjetërën, të dorë. Për punëdhënësin e tij Muhametin, ardhja e Sokolit ka ndryshuar ambientin e punës dhe harmoninë e stafit. Fillimi ka qenë pak më i vështirë, tash i ka gjanat pak më të qarta, edhe vazhdimisht na shkojmë të monitoru atin, edhe më shumë na intereson për me rujt mos më vrakin punës së diçka, se sa asi. Mirë po dhe firma e ka atë mënyrë indirekte ka përfituar prej tij, se rrit kapaciteti i prodhimit, se makinën e prodhimit pikës dritare që është shumë rëndësi, e bën Sokoli vetëm në atë pjesën e madhe. Apo kupton. Edhe ton kohën më kalon mirë me punëtor, edhe kur ka kohën e lirë që i kryen punët e makinësve, atë kthehet tani më në gjëra të tjera. Projekti STEP i përqendruar në rajonin e Dugaxhinit ka pasur për qëllim të mbështesë personat me aftësi të kufizuara që të rrisin vetbesimin edhe të stimulohen për të gjetur punë, në mënyrë që të kalojnë nga skemat sociale në të punësuar. STEP ka për qëllim të promovojë dhe mbështesë metodën e vetpërkrajjes të personave me aftësi të kufizuar, në mënyrë që ata të krijojnë pavarësi karshi përfshirjes në jetën publike dhe politike. Përpjekja e projektit ka qenë edhe ngritja e vedijes së bizneseve dhe institucioneve për aftësitë e këtij komuniteti në mënyrë që ata të përfshihen në mundësitë e punësimit. Për Sabrije Zeqajn, drejtoreshën ekzekutive të Hendikosit në rajonin e Dugaxhinit edhe projekt menaxhere në STEP, ky projekt ka qenë më së i nevojshëm për personat me aftësi të kufizuara. Personalisht për mua si person me nevoja të veçanta, për komunën e Pejës, për regionin tërësi, ky është projekti më i rëndësishëm që deri më tani në jetën time e kom pasën këtë region apo në regionin tërësi, sepse hera parë personat me nevoja të veçanta e kanë mundësinë të krijojnë bizniset vogla, të aplikojnë me grande. Ne kemi pas të parapa me projekt 12 persona me nevoja të veçanta, për shkak se ata kanë aplikuar me shuma më të vogla, ne e kemi shtri ato aplikacione që ata tash janë 20. Kanë qenë 2 kompani të parapame, 2 përfitus në kompani private, do më thonë si aplikant mu punësun në kompani private, tani janë 4, që do të thotë, pej 12-ve janë bu 20. Pi 2 dhe 4, që do të thotë gjithë përfshirja aty në është 24 persona me nevoja të veçanta. Si një nga themeluesit organizatës Hendikos dekada më parë, Sabrija ka të qartë se sa shumë puna ndryshon jetën e personave me aftësi të kufizuara, si që ka ndryshuar edhe jetën e saj. Kështu ajo nuk e ka ndërmend të mjaftohet me këtë. Zeqaj zotohet se do të angazhohet edhe më shumë në punësimin e kësaj pjese të shoqërisë. Iniciativa jam apo vizioni jam për një strategji të ardhmen, unë e kam menduar që bashkarisht me bisedu me gjithë kryetarët, me da një pjesë të buxhetit, edhe me bu një projekt bashkarisht rajonal, sikur ky që ka ndodhur, edhe me kriju mundësi që, do më thonë me pjesëmarrjen e komunave, edhe i shkon pak edhe si me thonë, ma pozitiv, që personat me nevojat veçanta t'ju japet mundësia, sikur si kanë pas tash këtë rast, ata të tregojnë veten dhe t'i hekin një barë komunës që, do më thonë, janë persona me nevojat veçanta, për të krijuar marrëdhënie puna për të ardhurna, edhe për familjen e vet, edhe për vetë, edhe mos janë barë e komunës apo qendrës për punë sociale. Një tjetër partner implementues i projektit është edhe Qendra Kosovare për Vetpërkraje. Në zyrët e Hendikosit në Klin,
Kjo qendër mban takime të rregullta me personat me aftësi të kufizuara. Për Valon Ismailin nga kjo qendër, përfshirja e tyre në tregun e punës do të ndikojë në lehtësimin e shpenzimeve sociale dhe më rëndësishmja, një pjesë e këtyre personave janë të profilizuar dhe mund t'japin kontribut të madh në treg. Aktivitetet e parë në kuadër të projektit me Komisionin Evropian, projekti STEP, kanë filluar me trajnimet për metodologjinë e vetëpërkrahjes, takimet informative për themelimin e grupeve të përkrahëse dhe pastaj ne kemi filluar me takime të rregullta të grupeve dhe qëllimi primar pse edhe është përzgjedhur metodologjia vetëpërkrahjes ka qenë që ne t'ju japim mundësi personave me aftësi të kufizuara që të takohen baza të rregullta me qëllim që të japin ide, të cilat pastaj ide të përbashkëta ose individuale, që pastaj ne kemi ditë që në kuadër të projektit në fazat e mëvonshme do të konkretizohen me grante. Institucionet e Kosovës tashmë funksionojnë në ligjet e jetë përfshirëse për personat me aftësi të kufizuar, por në praktik gjërat ndryshojnë. Obligimi që për çdo të 15 person të punësuar të jetë një nga pak, nuk e kanë respektuar as institucionet shtetërore, aq më pak bizneset në nivel vendi. Pjesa dërmuese e tyre tashmë janë pjesë e skemave sociale dhe pensioneve. Një barkë e madhe financiare për vetë shtetin. Në të dhënat e fundit të vitit 2016 nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, vetëm 190 persona nga ky komunitet janë regjistruar si të punësuar përmes ndërmjetësimit të zyrave të punësimit, derisa të angazhuar në masat aktive të tregut të punës janë 330 persona. Aktualisht secilit person me aftësi të kufizuar që angazhohet në ndonjë vend pune, i ndalohet pensioni. Përjashtim nga ky rregull kanë vetëm disa kategori. Kjo ka bërë që shumë persona të hezitojnë për të gjetur punë, shkak i tregut jo të sigurt dhe rrezikut për të përjashtuar nga këto skema. Por për Mentor Morinën, udhëheqës i divizionit për planifikim dhe përfshirje sociale në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, personat me aftësi të kufizuar duhet ta shfrytëzojnë mundësinë e punësimit, kur kjo mundësi u vije. Ekzistojnë disa pengesa ligjore dhe kemi raste kur personat me aftësi të kufizuar kanë interesim të janë pjesë e programeve të punësimit ose angazhimeve në programe trajnimi profesionale, por ndoshta si rezultati i kufizimeve hezitojnë të jenë pjesë e këtyre vetëm në rastet kur me të vërtetë projektet e tilla krijojnë një punësim qëndrueshëm. Momentin që përfundon ai vetë punësim ose punësim, atëherë ka drejtën prapë të rikthehet në skemën e ndihmës sociale. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka paraparë që në planet afatgjata të përfshijë projekte të ngjashme që kanë për qëllim punësimin e personave me aftësi të kufizuar në të gjithë Kosovën. Ka objektiva dhe aktivitete dhe masa konkrete se si të qasemi angazhimit, punësimit, trajnimit personave dhe aktivizimit tyre në masat aktive të tregut punës ose në programe tjera që nga pjesa pasive të i përfshijmë në aktivitete ndryshme në punësim dhe në trajnime profesionale. Edhe Aslan Koci nga Gjakova është një tjetër shembull që pavarësisht pengesave, njeriu nuk duhet dorëzuar. Në qytetin e tij të lindjes, të gjithë e njohin si Robaqevës. Ai ka dekada që ushtron këtë profesion, me cilin mban familjen dhe mban veten të angazhuar. Se 40 vjetë punoj në Qizanot, dhe me thonë punoj shkurtim, ngushtoj patinta, prej pantolla, kjepi, pistona, krejtë senët i bëj. Aslani tani nuk e ka të vështirë punën, pajisjet e reja dhe vullneti për punën mbajnë atë të angazhuar gjithkohës, megjithse tregu i punës ka ndryshuar. Me pas punë jem gjendje, se ku pas firmën teme, na kem punu 10 vetë në shtëpi, me gra, me krejt. Motra, punojshim me maqina, e unë im konë shefi. I kom pas 2 vllazë më të mëdhenj, unë im konë si ku isha në maqinë, su nërsha. Ti shko të poshtë, veti kush u
Koci për rëbaceps, tërgojnë. Hini krejt gjakovës vete kush o koci, i thoi koci u konë më dalla i maqines. A përdjen që kom dartë maqinin. Kosova numëron rreth 150.000 persona me aftësi të kufizuara. Vetëm një pjesë e vogël e tyre kanë arritur që të trajnohen edhe të gjejnë një vend pune. Projektet dhe nismat që parashojnë punësimin e tyre janë më se të nevojshme, si në sektorin privat, ashtu edhe në atë publik. Personat me aftësi të kufizuara mund të kontribuojnë në ekonomi. Ata mund t'japin shumë për shoqërinë dhe vendin.